Atmosferë festive në Vlorë për 113 vjetorin e pavarësisë. Qyteti bregdetar ka nisur të ndjejë atmosferën festive të 28 nëntorit, një nga datat më të rëndësishme për shqiptarët dhe veçanërisht për qytetin e Vlorës, vendin ku u shpall pavarësia 113 vite më parë. Flamujt kuqezi kanë zbukuruar rrugët, sheshet dhe lagjet kryesore duke kthyer qytetin në një mozaik ngjyrash kombëtare. Qytetarët shprehen se ndjen krenar dhe pjesë e veçantë e kësaj feste, e cila për ta ka një domethënie të thellë, historike dhe emocionale. Sipas tyre, 28 nëntori është dita e Vlorës, një festë që bashkon të gjitha brezat dhe që çdo vit të rikthen krenarin për aktin historik të shpalljes së pavarësisë. Edhe këtë vit pjesëmarrja e tyre nuk do të mungojë në ceremoninë zyrtare të 28 nëntorit në sheshin e Flamurit, ndërsa banorët deklarojnë se do të jenë aty për të nderuar figurat historike dhe për të festuar ditën më simbolike të kombit. Vetë qytetarët vlonjat nuk mungojnë dhe ata të ardhur nga qytetet e tjera. Jo, atmosfera nuk mungon, është ngritur dhe skena në pjesën e rrethit dhe po presim të fillojë. Nesër do dilni shesh? Po, patjetër. Ja mendos Flamuri, është krijuar një lloj atmosfere. Qyteti i Vlorës mendoj që nuk ka aq shumë nevojë për organizimin e festave, se ka shumë probleme tjera më të thella edhe më të prekshme që nuk na bën zemra të dalim të shikojmë festën. Okej. Gëzuar për shumë vjet. Gjithsesi për atmosfera si të duket? Atmosfera normale, festive është atmosfera. Festive është atmosfera, po këto problemet të ndrydhin. Do dilni nesër nga Elbasani. Keni ardhur për festën në Vlorë? Po kam shtëpinë këtu. Si të duket Vlora për festat e nëntorit? Shumë bukur, shumë mirë, shumë e përgatitur. Vini gjithmonë për në festat e nëntorit? Po kam shtëpinë këtu, se janë kalamaj këtu. Çfarë përvaqëson 28 nëntori për të gjithë shqiptarët, por mbi të gjitha për Vlorën? Festën, E Flamurit. po. Do të dilni nesër në shesh? Po, patjetër unë erdha, se unë jetoj në Elbasan, çunat më rrin këtu. Do dilni në shesh nesër? Po, ja ku kam shtëpinë këtu. Do dal Faleminderit. patjetër. Në Kalofshim. Vlorë për festat e nëntorit, është zbukuruar, si e shikon? Mirë, shumë e shikoj. Shumë mirë e shikoj. Është zbukuruar. Është bukur. Duhet kishte ndonjë çik më shumë atmosferë. Po edhe kuan që ke keq edhe, kështu që po mirë është. Ju vetë do dilni në shesh? Po. Si do dalim jam shqiptarun? Lonjat bile. Çfarë përvaqëson për 28 nëntori? Po vritje e Flamurit. Nga ditët më të rëndësishme historike? Po si, ja dhe 29 çrimi i vendit. Apo jo, kam Është nëntori muaj i Vlorës? Hë? Nëntori është muaj i Vlorës, më I thënë. Vlorës më tepër, se këtu është ngritur Flamuri. Si e shikoni Vlorën për festat? Është zbukuruar? Ja, po e zbukuroj mirë, shumë mirë me. Do dilni në shesh? Po, do dalim. Kam padur e babam Parizanu në bërë. Do dilni gjithmonë? Dalim, Okej. dalim gjithë tonë. Qa kujton për ju 28 nëntori? Nëse atë nëntori, faktikisht, atëra i duhet ishte për të dyja. Po, se bëjnë do të. Vlora mbetet zemra e festimeve të pavarësisë së Shqipërisë, ndërsa atmosfera ka nisur të ndihet tashmë në qytetin bregdetar, me vendosjen e flamurive kuqezi, kryesisht në rrugët kryesore të qytetit bregdetar.